Top Albania Radio, she's on air. Hey, jemi në She's on Air në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam këtu me Livian, Weiden, Rezen, Desianën, Egi. Ti jashtë. Engi. Hajde. 3, 2, 1. Jemi në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam këtu me Livian, Weiden, Rezen, Desianën dhe Engin. Patjetër që energjia nuk do mungoj asnjëherë. Dhe sot kemi një të ftuar e cila ka tundur skenën e vërputhes me dinamikat që ka sjell, ka bërë zhurmë. Ka bërë zhurmë në mënyrën se si ajo i ka zgjedhur pëlqimet, i ka trajtuar takimet, edhe në studio nuk ka ngelur më pak. Marcela, mirë se erdhe në She's on Air. Mirë se ju gjeta goca. Fillojmë direkt me një pyetje kështu bam. Jepi. Ty publiku të sheh shumë të guximshme dhe shumë të fortë. A jeti vërtet kaq e fortë emocionalisht në jetën tënde personale? Absolutisht, po, unë kam ardhur në përputhen duke qenë totalisht vetvetja pa filtra, besoj se ka qenë e qartë gjithë kohë, sepse sido që tjetë mendoj që guximi nuk mund të shtiret. Kështu që Kush është Marcela për te kamerave? Çfarë është, do të thënë, na trego pak më shumë për veten tënde, familja, jeta jote. Në kamera unë shfaqem ajo vajza që bën show, që është e guximshme, me djemt, dhe në aspekte të tjera, por ajo çfarë nuk kam shfaqur për shembull në ekran është ajo ndjeshmëria ime. E kam shfaqur në momente të caktuara, po jo realisht atë butësinë time, atë delikatesën time, sepse normalisht është vetë formati që nuk të lë të jesh delikate se të hëngrën pastaj. Kështu që të kafshojmë. Kur je fut fillimisht në përputhen, je fut më shumë për të kërkuar dashurinë apo sepse po kërkoje një eksperiencë televizive? Unë jam shumë aventuriere si person dhe më pëlqejnë shumë eksperiencat e reja. Përputhen deri tani është një nga eksperiencat më të veçanta që nuk ma ka pritur mendja që mund të ekzistonte një eksperiencë e tillë. Por normalisht që mua më pëlqen shumë televizioni, jam marrë me televizion vite përpara. Kështu që më pëlqeu ideja që të riktheja në televizion. A të ka ndryshuar shumë jetën hyrja në përputhen, domethënë si ka qenë ndallimi përditshmërisë tënde para hyrjes në përputhen dhe me tani? Të them të drejtën, nuk kam ndonjë ndryshim të madh, drastik deri tani, por ndryshimi më i madh është internal. Pra ajo mënyra se si unë ndihem me veten, rritja shpirtërore që kam pasur dhe mentale sigurisht. Dhe publiku të njeh më shumë tani besoj se më përpara. Një farë ndryshimi është. Po. Sa xheloze je ti në 1/10 në një marrëdhënie? Nuk jam tip xheloze, sepse e kam bërë punën e brendshme me veten. Nuk e di. Po ti aty në studio, ato të gjitha. E çka mendon se është gjëja që keq kuptohet më shumë ti nga ty? Kurtra? E çka keq kuptohet më shumë ti? Çfarë keq kuptohet? Dhe me thënë ti mendon që publiku ka diçka që nuk e ka kuptuar. Thjesht fakti që unë shfaqem më së shumti agresive në thonjza gjatë kohës time në ekran. Unë në jetën time të përditshme nuk jam fare agresive, nuk më pëlqejnë konfrontimet, mundohem që çfarë do lloj konflikti që të kem me një person ta bisedoj në një mënyrë shumë të butë dhe të qytetëruar. E pse në studio vepron ashtu? Sepse siç ja thash, është vetë formati, kështu që Marcela, në rrjetet sociale të tua ne shohim shumë foto provokative. Je paragjykuar ndonjëherë qoftë nga femrat, por edhe nga meshkujt? Po, sigurisht, edhe përpara se të nisja rrugtimin tim televiziv, unë gjithmonë kam qenë e njëjta, siç e thash, kam qenë shumë guximtare në fotot e mia dhe sidomos në storyt që gjithmonë kam nxjerr. Tani e kam ulur pak volumin, duke qenë se pse ul? Sa vjen e duhet ta rrisësh, mendoj unë. Është e vërtet, po shkaktojnë reagimet e mia shkaktojnë shumë provokime psikologjike tek njerëzit. Më para, unë të kam ndjekur në TikTok, flisje për horoskopin.
Jo vetëm për horoskopin. Po tani. E bën më? Faktikisht u bë disa kohë që nuk postoj video në TikTok me tematika të ndryshme të jetës etj etj dhe postoj vetëm çdo gjë që i përket emisionit. Të mbetemi pak te emisioni nga djemtë përputhen, cili të ka tërhequr më shumë deri tani. Po çfarë kështu të bëjmë tani? Po sigurisht i dashuri im. Po varet. Të septi çka me që jemi midis gocave, ai dashuriot më përndjek. Të përndjek? Po. Pse? Sepse Opa. unë kam Desiana. Desiana, po, e dim ka thënë. Të ka thënë? Okej. Jemi shumë transparent me njëri Më ka tjetrin. çfarë follow? Po. Dhe më shikon çdo story të mundshme që unë postoj. Po, e di, Se po. quhet për ndjekje kjo? Po nuk e di, se një çu gjë është i lidhur të Ajo ndjekje një vajzë tjetër, po duket për ndjekje. I dalin story dhe i shikon, po për ndjekje është. Besoj Jo, që një thjesht follow e është shumë normal në ditët që po jetojmë. Jo, Ndoshta edhe Marsila mund bëj follow djembe pas një të keq dhe i shkruaj story. Dua ta di pak nga Marsila si e di për Desianën që e Çfarë të ka thënë? Shikoj, bëra edhe në një Faktikisht- forum shakaje, se nuk po them që më përdjek, se përdjek është në moment që të 24 ora mbrapa, po thjesht e thash edhe me humor. Kjo ishte e gjitha. Mos e ki problem, unë të thash, unë nuk jam xheloze fare dhe marrëdhënia ime me Richardin Po, e është kemi parë këtë pjesë. miqësore. Ideja është që normalisht që edhe neve bëjmë thashë theme mbi njerëzit që mund të kemi vërtet të tjerë dhe më ka treguar, tha ja kam nxjerr jetën kësaj. Pritni. Por e ka pëlqyer përpara se çfarë do të thojë njerëz? Se edhe mua më shohin na çuna e të showbizit shpjegoni pak, story, por ora. nuk mendoj se më përndjeki. Shko, këtë gjë nuk e di çfarë i ka thënë, prandaj dua ta dëgjoj çfarë i ka thënë. Desiana do na tregosh se çfarë ka ndodhur? Të ka apo- shkruar ose ku ti? Jo, në këtë rast ndoshta ka qenë e bezdishme. apo jo. Nuk e di Ka më shkruar. Po hape, kërko. Ça drama, Si dalin këto drama të pa pritur fare. Shkrim të ja kam nxi jetën, ju lutem. Hape dhe mesazh. Mund t'i ketë Gjeri shkruar këtë mesazh. disa herë. Ndoshta mund t'i ketë shkruar disa herë. Nuk e kam, thjesht më ndjek. Të jemi Okay. të qartë. Okay. I bie që ato që Jo, nuk i shkruajnë pas ka shkruar, nuk që nga kriminela, po. Po Marsila e dinte që të kanë shkruar. Mund ndodhi që ti fshish mesazhet edhe Jo, ose ndjek atë se mund të fshi mesazhe. Nuk e di, ndoshta dhe jemi keq kuptuar, por që ma ka thënë si gjë, domethënë nuk kam ndonjë gjë për të fshehur. Po mbase ka dash të jetë i ftuar në emision dhe Richardi. Kush e di, po pra. Po s'është nga ato Ta Richardi që kontrollojmë bën gjitha kështu mos ta ndjek Richardi provokime. ose ka mureo njerëz. Unë dua të them që jeri një çift shumë i bukur bashkë. Faleminderit. shumë. Edhe ti je shumë e bukur Desiana, prandaj të pëlqeni dashuri. domethënë pak po kuptoj, a mos një gjë në këtë çifti hapur, lidhje e hapur me njëri tjetrin edhe nuk ju prish punë qofse tjetri ose tjetri ka ndonjë marrëdhënie ose ndonjë pëlqim për dikë tjetër. Jo, faktikisht nuk jemi të hapur, por jemi dy persona që janë të vetëdijshëm mbi natyrën njerëzore. Fakti që ne jemi në një lidhje së bashku nuk do të thotë që syri i Richardit apo syri im nuk do pëlqejnë persona të tjerë. Kështu që mendoj që është totalisht normale, një femër që është fizikisht e bukur vlerësohet dhe nga unë. Mund të jemi duke ecur bashkë në rrugë dhe them shisa e mirë që nga kjo e kupton. Unë nuk e suportoj këtë, më falë, po. Është varet nga Nuk karakteri i jam personit. xheloze si femër, po nuk e suportoj që Po pse jo, atë ca ka? tim me mashkullin që e shef ai, e shoh dhe unë edhe Po syt jam me pa, diçka që është e bukur është shoku një gjë. Unë e di që mashkulli im do fantazoj për një femër tjetër. Unë s'mundesh ta shmangësh të gjë nga natyrë. Mund të fantazoj për mua dhe 7 personalitetet e mia, por jo për Po është ego ajo që nuk e pranon dot këtë gjë. Po ju e dini të gjitha. Nuk e pranoj dot realitetin, unë aty do e imagjinoj për një tjetër. Po pra është ego që se pranon dot, po në realitet e dini të gjitha që ndodh dhe gjithmonë do të ndodhi edhe me burrin tuaj. Edhe derisa e kalon shumë lehtë kur e planon realitetin. Po, Imagjinoj ai të për një lidhe. vajzë tjetër, kur unë jam aty gjithë ajo femër. Po pse s'kam ndonjë gjë? Jo. Se as Jeta është multidimensionale, nuk mund të pëlqesh vetëm një gjë, qoftë femër, qoftë lifestyle, çfarë po do mirë, gjësh. deri në këtë pikë ti je dakord. Po tradhtina do ta falje? Tradhtin do ta falja vetëm nëse mund të ishte një one night stand që ai nuk e shef më me sy.
Ashtu Do të thënë që nuk dhe do ta ka- pranonte. Nuk ka lidhje emocionale pas one night stand. Okej, okej. fizike. Me këtë deklaratë one night stand shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi. Marr frymë. Se pa na trondit dy.